Ne kemi marrë masa për vendosjen e ligjshmërisë, sepse ne kemi analizuar në aspektin ligjor me njëherë vendimin e Këshillit Drejtues, që nga djeg zyra ligjore e Ministrisë ka filluar studimin e rastit, dhe kemi vrejtë se ka pas shkelje procedurale, shkelje substanciale procedurale në procedurë, sepse kërkesa e 28 senatorëve përmes një peticioni nuk i ka plotësuar kushtet për procedimin ligjor për vendimarrjen e Këshillit Drejtues, sepse në bazë statutit të universitetit, iniciativa e 28 senatorëve apo peticioni si e kanë gjuajtur ata do duhet marrë në një formë formale dhe duhet votohen në Senat si propozim dhe pastaj të dërgohet në Këshill Drejtues. Nuk mundet Këshilli Drejtues mbi bazën e peticioneve apo letrave që nënshkruhen në zyret e dekajve apo senatorëve të marrë në vendim, është dashur ai vendim të shkojë një herë në Senat, Senati ta diskutojë si forum akademik dhe atë propozim pastaj t'ia çon Këshillit Drejtues. Dhe nuk na është dashur kurrë kërkesë, po sipas detyrës zyrtare kemi vrejtë këtë shkelje substanciale në procedurë dhe më njëherë kemi marrë vendim për anulimin apo çfuzimin e plot të vendimit të Këshillit Drejtues dhe për rikthimin e gjendjes së mëparshme për rikthimin në detyrë të rektorit, sepse rektori vazhdon të jetë në detyrë për kuptimin e ministrisë, ai nuk konsiderohet i shkarkuar dhe unë i bëj ftesë rektorit që të kthehet ta marrë detyrën dhe të vazhdojë punën e vet. Dhe ne për këto vitet e fundit kemi pas riciklim të logjikës së shkarkimeve. Logjika e shkarkimeve është një logjikë që largon Kosovën nga integrimet evropiane, sidomos largon nga pretendimet tona për të bërë pjesë e sistemit të Bolonjës, për të mundësuar studentëve tanë një të ardhme evropiane që bashkë me diplomat e tyre ata të qarkullojnë në Evropë, të punësohen në Evropë në tregun evropian. Thirrjet akademike duhet ipen me kriteret e larta të cilësisë, me respektim të plotë të statutit dhe ligjit për arsimin e lartë, sepse ne duhet ta përmirësojmë performancën e universitetit në mënyrë shumë shpejt, sepse jemi shumë poshtë. Dhe neve si vjet kemi vlerësuar ngritjen e universitetit për 1000 pozita dhe ka qenë një trend pozitiv, nëse nuk mund të merren në vesh për t'i kryer detyrat që ka caktuar ligji dhe statuti. Spaku të mirën vesh që të shkojnë në zgjedhjet e mira, në zgjedhjet e rregullta. Unë mendoj se rektori ka për detyrë të kthehet në detyrë. Ka për detyrë sepse kauza e tij për krijimin e një universiteti cilësor është në gjysmën e rrugës. Ministria e mbështet, qeveria e mbështet e inkurajon që ai të kthehet në detyrë dhe të vazhdojë me përpjekjet e tij për të ngritur standardet e cilësisë. Dhe unë besoj që rektori Zanullau do të kthehet në detyrë dhe do të vazhdoj me bashkëpunu, me i zgjidh problemet, sepse mendoj se ai e ka të qartë, nuk është i vetëm në përpjekjet për vendosjen e cilësisë. Fillimi i shkarkimi zonjës Shevkia Islami ka ardhur si pasojë e procedimit jo ligjor të kërkesës për shkarkim, sepse thashë ka pas shkelje esenciale procedurale. Nuk lejohet të procedohet me një kërkesë pa shkarkim, nëse për një kërkesë të tillë më parë nuk është deklaruar Senati. Dhe kjo ka qenë një shkelje që ka shqetësuar opinionin, ka shqetësuar studentët dhe profesorët dhe secili duhet me marrë përgjegjësi, si kryesues e Këshillit Drejtues, ajo është dashur këtë çështje ta shtyjë dhe ta kthejë në Senat që të plotësohet kushti që Senati ta votojë atë dhe pastaj çështja të mos nxitohet.